Pas 21 ditësh si pastrues në burg, duke fituar vetëm 13 cent në orë, grumbulloi $17.74, të cilat i dhuroi për ndihmën humanitare në Gaza. Ky është Hamza, një i burgosur 56 vjeçar në Kaliforni, i cili bëri një gest të jashtëzakonshëm solidariteti. Donacioni i tij ndonë i vogël në vlerë monetare, u bë simbol i sakrificës dhe empatisë së pastër, duke prekur zemrat e mira njerëzve. Regjisori Justin Marshall ndau historinë e tij në platformën X, ku postimi u bë viral. Sipas Zoja, i hapi një fushat në GoFundMe për të ndihmuar Hamzën pas lirimit të tij. Brenda pak kohe u mblodhen mbi $100.000, të cilat do të përdoreshin për strehim, ushqim, veshmbathje dhe riintegrim në shoqëri. Hamza, i cili ndodhej në burg për më shumë se 40 vitesh pas një incidenti tragjik në të cilën vrau aksidentalisht një të afërm, është shndruar në një musliman të devotshëm dhe një njeri i penduar thellësisht. Në një deklaratë të mëvonshme, ai njoftoi pezullimin e fushatës, duke u kërkuar njerëzve që bujarinë e tyre ta orientojnë drejt popujve në nevojë në Palestinë, Yemen dhe Afrikë, që vuajnë nga uria, lufta dhe mungesa e kushteve bazë për jetesë. Kjo histori është një shembull prek si dëmshurisë, pendesës dhe fuqisë transformuese të mirësisë njerëzore që të i kalon çdo barierë.